A shkojnë ministra në burg, a vinë të tjerë që firmosin po të njëjta çmendurira? Ketë gatshëm plot, ke sot ministrit, ke ministre mbrojtjes, ke ministra. A ishte Benamete deri sot ke Belinda Ballukun 10 herë më agresive. Sepse tu është risku 10 herë më përgjegjshme dhe 10 herë lojtarët ndryshojnë. Por loja vazhdon. Skema është një. Loja vazhdon. Grupet kriminale se dhe Spaku për shembull i amnistoi I ka amnistuar. Problemi më i madh në këtë histori është Spaku për shkak të pasurive, pra nuk i cënon të grupet e pasurit. Ku ka rama grupet kriminale? Tani që flasim korrekt, to kullat në Tiranë bëhen me paratë e grupeve kriminale, me paratë e kokainës, se Klodi është edhe gazetar ekonomie dhe një mirë. Ku I ka zhvatur grupet kriminale? Grupet kriminale zhvaten përmes studiove arkitekturore, pra paguajnë miliona euro për një studim arkitekturor për ndërtimin e kullës. Pastaj paguan miliona euro edhe për zbardhjen e lejes. Dhe këto lek shkojnë në finale tek një njeri vetëm, që është njeriu që ka monopolin e lejeve të ndërtimit. Dhe unë besoj që Edi Rama, ashtu sikurse zëngjinoi fillimisht Partinë Socialiste, më pas zëngjinoi kabinetin qeveritar, tentoi dhe zëngjinimin e opozitës, tani me këto lëvizje që po bën me ndihmën e Spakut, po tenton që të zëngjinoj dhe grupet kriminale që t'i ketë më në kontroll. Po jo që ka një objektiv qartë për të luftuar. Edi Rama tani është ministër I kabinetit qeveritar, sepse drejtimin e qeverisë ka marrë bordi I atyre që janë krimi organizuar. Pra ka një test tjetër. Pra është Edi Rama që është në kontrollin e tyre, apo grupet bordi në kontroll Edi Ramën. Kjo është pikpyetja. Megjithatë, loja ka hyrë në një fazë interesante, sado me kufizimet e Spakut, sado me kufizimet Bledin. Nuk themi që është... Ne do duhet të shohim për çfarë tohen. Në radhë parë, po. Tohen për çështje që... Periferike. Dhe koha ka treguar që të gjithë janë jetuar për çështje që nuk prekin thelbin kryeministrit. Nuk arrin deri aty. Po, dikush ne e kemi. Zoti Velia u hetua për rrobat e bashkëshortes. Ndërkohë që Zoti Velia me Ramën kanë qenë arkitekt që kanë bërë ligje apo afera në të vend shumë të aferat shumë të mëdha. Po ajo flot laku Zotit Rama kështu. Bjer një përkundër. Po në qoftë se nuk I shkon atij, se këta hetojnë për këto gjëra, atëherë Zoti Rama është në rregull. Ai e kthen në fitore se thotë unë I kam dhënë shpatën Spakut, ne vazhdojmë. Grupin parlamentar dhe partinë e mbas sus, se gjithë ata aty e din që... Sus pa sus, Arkin Balla punonte për troplinët. Po jo, Arkin Balla punonte për troplinët. Flitet për të tjerë deputet që janë të vendosur drejt për drejt nga krimi organizuar. Jemi kaq të sigurt që ka Edi Rama në kontroll të gjitha? Po I ka, sepse në momentin e parë këta lëshohen kështu. Çohen te Spaku edhe... Shiko çfarë ndodhi. Nuk ka është gatshëm në 2021-2024 rezultoi që Zoti Rama kishte 3 deputet nga Durrësi, të cilët në total e di çfarë ishin 3 përfaqësues të 3 bandave të ndryshme në Durrës, të cilat nuk janë më aktive. Tashmë çka ka ndodhur? Atë punë që e bënin 3 banda në Durrës tani e ka bërë vetëm Arken Balla dhe përfaqësuesi I bandës të cilën ai është. Pra ata boti merre bashkë kanë kishë marrë një 30 e ca mijë vota, të 3 ata që janë brenda, që ikën brenda dhe në mandatin, sot 20 e ca mijë vota I ka vetëm një kandidat. Se po më kujtonte edhe Merilika Mosarot dhe Arken Balla që kishte edhe deklaroi 2.3 milionë euro gjendje në bank me burim të parë. Ajo ka qenë kam përshtypjen ka qenë një gabim në deklarimin e pasurisë, që nuk besoj se nuk ka një logjikë ekonomike që një njeri nga puna të deklarojë Në Shqipëri nuk kam gjërat nuk shpjegohen me logjik. Në Shqipëri do të shkalosh në anormalitet dhe të ndjekësh logjikën e anormalitet.